Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me vrasjen e 42 vjeçarit në Berat. Policia e Beratit bëri me dije se autori, 63 vjeçari Kristo Mema, alias Konstantin Hoxha, pasi ka parë viktimën Keli Hoxha që preku me dorë kalin, i ka thënë që të mos e prekte më, pasi Kali sipas tij nuk ishte mirë dhe ishte i acaruar. Mos e prek Kalin se është i acaruar sot, citohet të ketë thënë autori i krimit. Autori i ngjarjes ka dëshmuar në polici se pasi i ka thënë kështu, viktima e ka sharë nga familja dhe e ka ofenduar. Më pas ai ka deklaruar se pas këtyre sharjeve, në gjak nxehtësie sipër ai ka nxjerr thikën që e mbante fshehur në samarin e Kalit dhe e ka qelluar me thik. Më pas ai deklaron se ka shkuar në banes, ka lidhur Kalin në kasole, ka marrë disa ushqime dhe u fshe në një nga shpellat e Kalas për t'i shpëtuar policisë. Nga ana e tyre, familjarët e viktimës kanë deklaruar në polici se sherri filloi vetëm pse viktima i kishte prekur Kalin me dorë. Ata kanë deklaruar se familjari i tyre nuk e ka sharë dhe as ofenduar, por pronari i Kalit e ka qelluar me thik papritur, pasi i kishte thënë mos e prek Kalin dhe viktima ishte përgjigjur, s'ka asgjë të keqe. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 15:30 të pasdites së dieshme në lagjen Kala në Berat. Viktima Keli Hoxha, 42 vjeç, banues në Tiranë dhe lindur në Tropoj, nuk mundi dot t'i mbijetoj plagëve të marra dhe gjeti vdekjen sapo mbërriti në spitalin rajonal të Beratit. Autori u kap disa orë më vonë i fshehur në shpellën e Memecit, pranë kishës së Shën Mohillit. Autori Kristo Mema, alias Konstantin Hoxha, ka kryer një vrasje në vitin 93 në Berat, por pas ngjarjes ishte larguar në Greqi për rreth 25 vjet, ku kishte ndërruar edhe emrin. Për këtë vrasje ai nuk ka bërë asnjë ditë burg, pasi vrasja ishte parashkruar.